Dalim ke situata e TikTokut që po zihen për gjithë shqiptarët, janë pa gjumë akoma se ishte fjala që sot do të mbyllë me datë 13 dhe s'u mbyll. Ç'a po ndodh? Është mbyll që të jemi të saktë, është mbyll në mënyrë pjesshme, sepse disa providera kanë arritur me mbyll, disa jo. Shiko, TikToku ishte vetë. Pse s'po mbyllet, si të kalojmë tek ajo pastaj, si po, platformë. Teknikisht është gati e pamundur që të mbyllet. Teknikisht. Po. Pse? Po të sjell tu në kujtesë për shemb Pirate Bay. Mban mend Po, Pirate Bay po. që hidhje filma, shifje filma. Se mbylli dot Amerika. Po të shohësh dokumentarin e Pirate Bay, ata shkonin bënin data center poshtë urave. Poshtë urës, kishin data center. Është e pamundur me mbyll, sidomos kur është kompania që madhe. Sidomos këtu është teknikisht niveli i shpërndarjes së internetit nuk është në nivelin e dur, se ndikon dhe kjo. Për shembull, po të kishim në linjat e interkoneksionit janë linjat kryesore që hyjnë internetin në Shqipëri, apo që ne lidhemi me botën. Ne kemi 4 linja, mos gaboj, 2 vi nga veriu, 1 nga jugu, 1 nëpërmjet detit. Nëse ti do kishe firewall që kushtot 800.000 euro një firewall, pa i konfiguruar, se konfigurimi kushtot e 800.000 euro tjera, i bie që të kesh 4 firewall 3.200.000 euro. Minimumi, e kupton se është teknologji, duhet mirë mbajtë e tjerë, që ta mbyllje 100% edhe, po blera atyre firewall-eve, instalimi, e tjerë janë licenca që janë duan shumë aprovime nga bota jashtë që të ndodhin në Shqipëri, e kupton? Dhe këtë mund ta bënin vetëm vende jo demokratike, siç janë diktaturat. Duke qenë se s'bëhet as kjo, ekzistojnë VPN-t. Pra prapë se mbyll dot se ty të mbyllet në Shqipëri po do e hapësh nga një lokacion tjetër. Edhe po si kishte dalë ishte me kjo si pash një me thon drejtë u çudita. Edhe me VPN që deri tani nuk e gjej asnjë lajm zyrtar. Po mund të jetë edhe po të jetë vërtet ajo. Vite burg kush përdor VPN-n, diçka tjetër. Jo, po të jetë vërtet ajo, valla. Diktaturë kështu. Jo. Unë fuz gjysmën e qeverisë në burg. Me këtë, nëse është vendim. Po institucione punojnë me VPN, valla, se për arsye sigurie ti nuk lidhesh dot në servera me IP lokale. Se po të dalësh në internet me IP lokale, ti hakerohesh me një ditë. Po shko me direkt, po qeveri burg. Tani vetë institucionet lokalizu komplet, domethënë, gjithmonë është e bukur kjo dhe është për të vlerësuar gent. Realisht ta them me pasërtik të pjesë që çdo gjë e shef gjithmonë atë në pjesën e interesit të përgjithshëm kombëtar, që ata njerëz normalisht ata do të jenë ata që do të jenë përgjegjësit e kësaj lloj situate ku është Shqipëria gjendja. Shpesh më thonë një budalla do kishe bëu lënja. Po realisht ku diun, jemi edukuar ndryshe, kemi jetuar një ambient ndryshe, nuk e arri dot, a kemi në ADN, se plagu im thotë ne e kena në ADN. Nga tje ku plagu po soi e ke, si kanë ato që e ka plagu, që i thënë. Kështu ka qenë gjithë. Ti dhe çfarë bë më babs, kështu ata. Në fillim them drejtë e kishe me shumë merak, se duke qenë punote në shtet edhe e kishe me siklet. Se edhe shkoni i thonë, çaj duhet aty çunit tani. Po, edhe me këto gjëra që ke pastaj për ndjekje. Plus ato, do me thonë, nuk e di, nuk i jap dot përgjigje nga më vje kjo realisht, po çdo gjë e shoh edhe në jetë përditshme, për shembull te servitja e çunit tim. Kur e shoh që i bëhet hile një fëmijë realisht i kom thonë edhe trajneri, kom thonë o vlla, hiqe çunin tim, futet se e merito, di me lut, gjinof, kalamo. Kështu që e komi çik kështu, nuk e di, në gjak ndoshta. Tani si përfundim do mbyllet ky TikToku në Shqipëri apo do të jetë kështu pjesërisht? Fakti që kompania nuk ka se ka aprovuar kompania, nuk ka bashkëpunuar TikToku, jo. S'ka marrë aprovimin e TikTokut. Tani që ti themi ca të vërteta si. Ti themi të vërteta se s'po e marrin vesh. Tani ndodh një moment ndjes. Para disa kohësh që foli për herë të parë që tha publike Rama, ndodhin
ku që me datë 19 duket që Po. rasti i parë, po me 19 që u mbyll atë ditë, edhe u hap prap. Po u mbyll duket si Ja, jo, as atëherë jo. E di pse s'u mbyll. Kur ke pa dhënë institucione realisht edhe qesh. Bizotron kjo, pa aftësia. Biles një nga arsyet se unë kam vazhdu këtë luftën, është edhe pse na bënin për budalli. Ti janë nxirre passwordin, kthej sa kamzës aty, që hyjen në gjithë institucionet, e kupton, edhe me prova. Se ka dhe password të tilla atje. Dollar, kthej sa kamzës 2018, dollar. Edhe ti janë nxirrje, ja çoj. Që e kanë trampistët, Ja çoj edhe me email që më lini takim se ju kam zvulu një gjë shumë të madhe, data breach, është e rrezikshme për vendin, më lini takim, s'të kthejnë as përgjigje, e nxorra te podcasti dhe me shkresë zyrtare reagon Accesku, Agjencia Kombëtare Sigurisë Kibernetike, Igli Tafa, përshëndesim. Njeriu më i pavë që ekziston teknologji. Nuk përshëndesim. Dhe me shkresë zyrtare mashtron, edhe thotë që ai password nxjerr vetëm lajme. Po pse duhet të kenë password kur janë lajme? Kupton? Pra nxjerr publikimet tona që janë pa. Ndërkohë që unë vllai kisha provu ç'a ndodhe, kupton? Gjitha. Dhe të ofendon edhe thot Delte Fevziu për shembull, edhe thot janë disa eksperta me kafe para, se purën se kishte përmend. Aha, tu bë kështu ironia. Po, e kupton? Me kafe para. Kështu ke shefin. Amator. E thon përhapin panik. Po mirë më drejt që mor, pse s'më hedh në gjyq për përhapje panik? Me qenë se unë pas më përhap panik. Ke pas një proces shumë gjyqësor? Ka pas një shumë bukur, me thënë drejt. 2. Shmiku prap nga TikTok. Po do kthehen prap ke TikTok, do kthehen prap. Një ka qenë shumë i bukur kur nxorra këtë listën e aktivistë. Mban më listën me pikë që dinë aty goxha. Biles njëri kishte aq shumë pikë va, që nuk dilte 24 orë me net telefon. Si duket kishte përdorur një autoklik. Ke parasysh ato që marrë shumë pikë sa që edhe po të rije gjatë gjithë. Po tha 24 orë nuk dilte dot. Nuk përdorite pikë. Edhe kishte rrogën diku te 4 milion lekë. Më shumë se dirama. Punonte këtu te kjo agjencia këtyne, Satelit 1, Satelit 2. Hajde. Ishte drejtuese. Po me to sa të jema ka këtë Shqipëri, po nuk jeve, nuk flitet fare, po to satelitet vazhdojnë akoma. Po. Tem tjetër? Tem tjetër komplet. Emisione ashe. Po kur droj zyrat se tu ku i ka, ishte trafik i mo. Edhe kur nxorra atë më hodhi në gjyq PS-ja. I madhi Etienne Xhafa, koordinatori digital i Partisë Socialiste. Më duket se më jafti aty ai. Edhe më hodhi në gjyq për hakerim edhe nxjerrje informacione. 15 vite. Ha? 7 sigurta. Po. Edhe po mu më kishin ardhur valla. Mu më kishin çuar një faqe webi që pa ta hapur, whistleblower. I njeh edhe ligjet vetë gent, je para përgatit për të pjesën që mos bësh Okej, se ti mund të jesh me qëllim të mirë, po ndoshta një jo, valla s'ka bën. Nuk gabon kjo pjesë. Aha. Edhe mi kishin uploadu aty. Whistleblower.digital pa ta bë, e kam akoma biles. Mund të hidhni gjëra aty se edhe dalin. Edhe mi kishin hedh aty. Unë pa ta bëj faqe që anonime. Bile se kam kështu. Më pëshërëtir, më fol në vesh. Po. Edhe mi hodhen aty. E mbajmë atë. Whistleblower.digital. Edhe mi hodhen aty databazën, kur e mora fillim thash është virus, them drejtë, se thash kush e di ç'a bën. Në gol. E kupton aty më doli një izraelit që kishte krijuar sistemin. Ky izraelit ishte kokë lart e manipulimit të masave. Shumë lart. Nona. Shkuan shumë shtete ai, kush e di sa lekë ka marr. Po kur je i pavë, vllai je i pavë, e kupton? Edhe më hodhin gjyq. Më thirri prokurorja, mori kështu në pyetje. Sa mua e di. Çfarë pretendimi që ishte? Hakerimin e databazës së Partisë Socialiste dhe nxjerrjen e të dhënave personale. Se këta janë budallë, ai nxjerrin vetë parat edhe më thonin pse i kanë nxjerrë ti. Ndërkohë unë kisha nxjerrë emër mbi emër pikë.
Ata kishin nxjerr me libër shtëpie. edhe qimet e rrujtme, jo, e rrujtme. Edhe ishte e bukur se kjo prokurorja tani si duket ka që po të takosh ta nuk e di atë karara, se këta që kanë pozicione kështu prokuror gjykatës. Këta vlla sikur jenë parajs, jo, si bie. Purgator, në mes. Te dera aty, bravo, në mes, purgator. Edhe do vendosi Zoti ku do shkosh, e kupton? Kështu ju duket vetë edhe këty, ku të shohin aty thon. Dhe filloja po bëte ca pyetje, i ktheja përgjigje valla se kur je i përgatit. Edhe më sa okay, sa do marr këtë deklarimin tënd, dhe do shoh sa do ta regjistroj çështjen apo jo. I thash regjistroj, thash pa mëra. Se unë këtë duhet tash më regjistru. Ta kemi edhe unë një certifikat. Bravo. Një xhep. I thash se unë e bëj burgun me qevi dhe thash po do i shkoj deri në fundin një ditë, e kupton? Po. Edhe më solli i shkres pastaj që nuk ishte regjistru deklari, ajo. Pse kishte regjistru? Ja, s'ishte regjistru. Po pse mendon se mund të jenë step mbrapa, po s'kishin çfarë ishte kota pa aftësia, ha? Se nuk dihet hapi rramës. Qa mund dilte tjetër? Tani me TikTokun dhe e mbyllin apo? TikTokun vështirë, realisht është vështirë, mund ta mbyllin se shumica e njerëzve, për shembull shumë njerëz i kom hasë edhe në jetë përditshme që kur kanë bler telefonin, i kanë instalu VPN. Jo, i kanë instalu atë iCloudin ose ID-n, ja kanë instalu ai dyqanit, ai s'e di as passwordin, si instalohet dhe dot as aplikacion. Pra këtyne mund të mbyllet. Ta thonë, i ke varja, s'do blej telefon tjetër, e kupton? Po mirë, flasim pak nga ana institucionale, TikToku nuk e lejon dot këtë gjë, nuk ka ofruar bashkëpunim qeverisë shqiptare. Po sepse TikToku është vetmja platformë që nuk kontrollohet dot nga partner të tretë, pra palë të treta. Ndryshe nga Instagram e Facebooku këta? Instagrami kishte faktoj epikal. Për flasim për Shqipëri. Për Shqipëri, po. Që doli që ky fact checking, e tha i madhi atje Trumpi, që ky fact checking nuk pas ka qenë fact checking, pas ka qenë censur fakt. Edhe nga kjo histori, TikToku ishte vetmja që nuk kontrollohet. Ndoshta janë duke bërë të goditjet, pra që unë mendoj që këto dy takimet e qeveriut me TikTokun kanë qenë për të gjetë një zgjidhje se si ta kenë tan kontroll. Po çfarë synodë, Gent? Si tani këto po e shesin me këtë idenë e saj që është rrugaçi i lagjes. Shiko, për të mbyll TikTokun jam edhe unë dakord për një moshë caktuar. Realisht. Sepse të mbyllet për një moshë caktuar do është tjetër gjë. Siç e ka bërë Australia, Italia, po që të mbyllet mas, edhe po të jetë e drejtë mbyllja, shkel shumë ligje tjera që edhe po të jetë e drejtë, po të them që vërtet TikToku është rrugaçi i lagjes. Ti duhet të kesh shumë kujdes se pasojat mund të jenë shumë herë më të mëdha këtej nga ana e dëmit tjetër. Pra që mund të jetë, po mund të bëhet precedent, që nesër mbyllet dhe Facebooku dhe Instagrami dhe Twitteri. Se bëhet precedent. Sot e mamen si mbyllim TikTokun, po mbyllim Facebookun. Se doli një vrasje ose një thik aty, dolën ca Samiu tu zon për shembull, Facebook. Sot ai mbyllim Facebookun. E parë, e dyta, a e ka mendu njëri që ka biznese që fitojnë? Turizmi për shembull kishte reklam falas TikTokun. Nëse në Facebook për shembull për t'i shku 1000 vetave duhet të harxhosh $20 në turizëm, në fushën e turizmit. Promocionin. Në TikTok ju shkoje 1 milion vetave pa harxhuar si lek. Pra, ka mendu njëri këtë pjesë? Apo who cares? Hajtë se futën Facebookën, po janë kosën. Këto po e bëjmë vetëm për ta vetë kontrolluar, për ta pasur në dorë vetë, apo mos ka, se është edhe prag fushate. Për mendimin tim, kjo bëhet me i bë presion platformës që të gjejë një rrugë bashkëpunimi kontrolli, edhe për t'i bë presion edhe këtyre që në TikTok kanë qenë mirë, këtyre opozitarëve, aktivistave, që shiko se unë t'i pres gjitha mënyrat. Shpaka shumë lëvizje që kanë bërë edhe vende tjera që kanë shku në prag diktaturë apo diktaturë të fshehur. Dhe mendoj që kjo është
E gjithë arsyeja, nuk ka arsye tjetër. A do të arrijnë sipas teje? Mendon se do të arrijnë gjuhën duke marrë parasysh ata që drejtojnë TikTokun ose rastet e tjera? Unë mendoj që është shumë e vështirë, realisht se TikToku pranoi me u mbyll edhe tregu amerikan për pak a shumë të njëjtat arsye. E kupton edhe e pranoi që është miliarda dollar humbje. Edhe mendoj që nuk do arrijnë, këtu do arrijnë për shumë arsye do arrihet me ul interesin TikTok, se do ulet për shkak të asaj që thash që njerëzit s'kan as passwordin me instaluar programe, s'din me i përdor. Po platformat e tjera që janë krijuar, është krijuar një platformë tjetër, mëm le të themi ose e ngjashme, si motra e TikTok, po. Apo prap. Po ky është problemi më i madh që kanë hasë edhe vendet e tjera që janë mundu me mbyll TikTokun, që gjithmonë është gjetë një zgjidhje tjetër. Edhe zgjidhja tjetër ka qenë më problematike se zgjidhja që ka mbyllja që ka. Dhe mendoj që këtë nuk e kanë parashikuar dhe kjo është edhe pa aftësia se kishte dalë ky Iglitava, për shembull, ky i Akcesku. Aty në Bledhë kishte thonë e mbyllun për 24 orë. Kalun 2 muaj se mbylli dot. Tani prap me datë 13 thonë. Se ishte pajisja që duhet i pajisje. Bravo, duhet i pajisje për ta mbyllur. Kështu që s'ka, nuk ka shanse, nuk. Po presin pajisjen tani, sa ty vi pajisja. Kanë porosit. Doganën, ato që dogana se janë aty se kanë. Bravo, është shunë e diel. E kupton, do vënoj çika e pajisja, kur të vijë pajisja do thonë pun kapë s'ka profesionist, se s'do din me montu. Po profesionistët dinin vetë ku i keni çuar. Kështu që ja keni tha trurin edhe atyre njerëz që kanë pas dëshirën për të ecë, për të punuar, për vetë fakti që po mbyllet para fushatës thot shumë. Se ti mund të presësh ta mbyllësh mas fushatës, edhe për t'ja mbyllur. Ç'është kjo, siç e tha dhe Manastirliu, që tha, se doli ministri i arsimit, del ministri i arsimit e thotë se u bë direkt shkaz, domethënë një ngjarje që ndodhi, vrasja një 14 vjeçari. Inshallah nuk na hedh në gjyq TikToku, valla se na merr shumë lek. Për prishën e mund të jetë i rast Begeti ndoshta çik pak më i madh, jo pak më i madh, por shumë më i madh, domethënë. Beso që na merr shumë. Se mund të ndodhte kjo,